Muaji Ramazanit është muaj në cilin kanë zbritur të gjithë librat, një pjesë e mirë e librave hyjnor. E gjejmë në hadithe se profeti alayhi salatu selam na tregon që në këtë muaj kanë zbritur faqet që janë dhënë Ibrahimit. Në këtë muaj ka zbritur Tevrati, në këtë muaj ka zbritur Injili, në këtë muaj ka zbritur Zeburi. Dhe ky është muaj në cilin ka zbritur Kurani famlart. Thot Zoti i Gjithësisë, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji Ramazanit në cilin ka zbritur Kurani, i cili është udhërrëfyes i qartë dhe argument i qartë udhëzimi. Është ai i cili e ndan të kotën nga e vërteta. Gjithashtu Zoti i Gjithësisë në sure dhe ajete të ndryshme të Kuranit e përmend këtë fakt kur thot: Inna anzalnahu fi lejletin mubaraka. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne kemi zbritur atë në një natë të begatshme. Ne kemi zbritur atë në natën e Kadrit. Në natën e Kadrit Kurani ka zbritur në qiellin e dunjas. Në natën e Kadrit Kurani ka vazhduar të zbresë pjesë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duke filluar në shpellën Hira.